Po suplementet, kemi tendencë që nga njëherë ti bijem shkurt, ndoshta nuk kemi kohë, nuk kemi mundësi të gatuajmë, të ndërtojmë një regjim të shëndetshëm ushqimor, por kemi kohë të marrim suplemente, sepse me një gotë ujë i gëlltit edhe kompensojnë, ndoshta. Ka ndonjë sugjerim, ndonjë Unë jam të ajo kategoria, zakonisht, le të themi, nutricionistët apo trajnerët e mirëqenies, ku pjesë dhe unë, ndahen në dy kategori, ata që janë pro suplementeve dhe kundër suplementeve. Di shumë mirë që është e pamundur që ti të gatuash tërkohën dhe të marrësh të gjithë suplementet që ne kemi nevojshme, vitaminat, mineralet që trupi jon ka nevojë nëpërmjet ushqimit. Kështu që duke kuptuar edhe atë kategori që është gjithë ditën jashtë, unë jam pro suplementeve, por, edhe këtu një por e madhe, të kontrollojmë nga vinë suplementet, mundësisht të blejmë suplementet cilat janë cilësore, të kushtueshme. Suplementet cilësore janë gjithmonë të kushtueshme. Gjeroja fort 2 suplemente, vitaminën D, që shikoj që gjithë populli shqiptar është në mungesë. Të gjithë analizat që domethënë më sjellin janë në mungesë. Unë përfshir aty brenda. Vitaminën C tani në dimër dhe magnezin përpara gjumit në darkë, nxit shumë balancën hormonale, dhe tani në vjesht deri në pranverë omega 3-shin, edhe këtu shumë cilësor. Vitamina D, vitamina C, omega 3 edhe magnezi në mbrëmje.